pranë se kur integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa për opozitën, negociatat kanë ngecur. Për të analizuar dhe për të bërë një analizë larg këndeve politike, do të kem në një intervist pikërisht eksperten për çështjen e integrimit dhe në Euro, Nirvana Deliu. Ju përshëndes. Përshëndetje. Dhe në fakt, kush ka të drejtë nëse keni ndjekur edhe zhvillimet ditën e sotme dhe përgjatë ditëve më parë, Shqipëria është më pranë se kur apo më larg se kur Europës? Do të thënë fakt që ky është një proces i cili ka tashmë disa vite që ne jemi pjesë e integrimit evropian, është një proces i cili ka fazat e tij, pra kujtojmë që viti 0 për procesin e erimit Bashkimit Evropian në Kosovë, Ballkanin Perëndimor, njëhet viti 2000, pra do të thotë që ne jemi minimalisht 26 vite që jemi duke u marrë me këtë proces. Ajo çfarë duhet thënë është normalisht që lajmi i mirë është që neve kemi ekur përpara, sigurisht që her pas here kemi pasur pengesa dhe vonesa në kuadër të procesit, por momentalisht jemi në ato që njihet si faza para finishit apo para finalizimit të gjithë procesit të integrimit që është pra antarësimi i plot i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por është një fazë që aq sa duket sikur jemi afër, aq kërkon edhe shumë përpjekje, shumë reforma, shumë energji dhe mbi të gjitha përfshirjen e gjithë aktorëve, duke filluar që nga aktorët politik, ashtu dhe gjithë sektorët e shoqërisë civile, që është pikërisht pra procesi i negociatave, të cilët, siç është vlerësuar, është një proces që Shqipëria në krahasim me proceset e tjera të zgjerimit të vende që tashmë mund të jenë edhe pjesë e Bashkimit Evropian, ka ecur shumë shpejt në kuadër të hapjes kapitujve apo grup kapitujve të 33 kapitujve që bëjnë pjesë në 6 grup